Ja, kjo është rruga e Lezhanit. Ura që na lidhte me fshata për rreth edhe me qytetin e Vlorës. Rruga që na furnizon me bukë, me ushqime, me të sëmur, me të gjallë, me të vdekur. Kjo është rruga e Lezhanit. Shikojeni. Ka po vete afro një vit e njëjta gjendje. Prandaj u bëj thirrje të blizë lezhanakëve të mos fijohen, të mos martohen, të mos vdesën, derisa shteti shqiptar të marrë masa për të bërë këtë copë rrugë këtu, kushton gjithsej rreth 5 milion lekë të vjetra. Prandaj u bëjnë thirrje të gjithë lezhanakëve të mos vinë më lart të praktikojmë edhe të gjallët edhe të vdekurit. Ne që jemi këtej të rrim këtej dhe të merremi vesh vetëm me telefon, me letra, po të duan të çmallojnë të vinë ata për te, ne për këtej dhe të çmallojmë me njëri tjetrin. Këtu ka shikojeni. Shikojeni mrekulli, 7 mrekullit e botës. As në Kabul s'është kështu. As në Kabul. Një vit luftë në Palestinë nuk mund të jetë kështu si ne. Po jetoj me uqër e me derdha, me çakenj. Hajde një lezhanak, hidhuni për te, ande juve ne për te edhe të shmallojmë.